Turqia ka shprehur rezerva për nismën e themelimit të shtetit Bektashi në Shqipëri. Vërejtjen mësohet se ja ka përcjell kryetares së kuvendit Elisa Spiropalit, kreu i komisionit të jashtëm të parlamentit turk Faut Oktay, i cili vizitoi vendin ton të hënën e 30 qershorit. Oktay së bashku me delegacionin e Komisionit për Politikën e Jashtme të Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë u takuan të hënën me kryetarin e parlamentit dhe deputetët e grupit miqësor Shqipëri-Turqi në ambientet e kuvendit të Shqipërisë, ku dhe ja ka përcjell kërkesën e Turqisë për shtetin Bektashi. Burime nga takimi thanë se pala turke ka thënë se me krijimin e shtetit Bektashi mund të cënohet harmonia fetare në Shqipëri, ndaj një nismë e tillë është e gabuar. Në lidhje me këtë, kryetaria e parlamentit Elisa Spiropali nuk dha një koment, duke mos e mohuar por as pohuar kërkesën e shtetit turk. Zonja Spiropali, ajo kërkoi dje Turqia përmes zotit të rishni nga një vjetori i largimit të Ismail Kadares. Do kërkoj me kuptim, kemi hapësirat e kuvendit. Neve respektojmë të gjithë aktivitetin. Tani jemi Dëgjojnë deklaratat dhe do kuptoni. Po ju s'keni Nisma fillimisht u publikua në shtatorin e vitit 2024 në gazetën e madhe amerikane New York Times, ku ishte vetë kryeministri Edi Rama që e dha lajmin, i cili brenda pak ditëve bëri xhiron e globit. Plani sipas qeverisë është të krijohet një shtet sipas modelit të Vatikanit.